grua e moshës 80 vjeçare ka mbetur e vdekur në Vushtrri pasi shtëpia e saj në fshatin Gracë është djegur. Rasti ka ndodhur mbrëm rreth orës 22:20 minuta. Ekipet emergjente mjekësore kanë konstatuar vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës është bërë e ditur se rasti po hetohet si vdekje e dyshimt, ndërkaq me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajeti i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Në gjykatën themelore të Prishtinës, sot po mbahet seanca e radhës gjyqësore në rastin Banjska. Në seancën e sotme është planifikuar që të dëgjohet dëshmitari i mbrojtjes së të akuzuarit Dušan Maksimović, Miloš Radosavljević. Maksimović, bashkë me Blagoje Spasojević dhe Vladimir Tolić, akuzohen se morën pjesë në aktin terrorist në Banjsk, duke tentuar që ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Kosovës dhe atë t'ia bashkonin Serbisë. Në seancën e sotme, trupi gjykues ka pësuar ndryshime pas avancimit në gjykata e apelit të gjyqtarit Arben Hoti. Tash, kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës Ngadhjem Arni ka marrë detyrën e kryetarit të trupit gjykues në këtë rast dhe bashkë me dy gjyqtarët e tjerë, Donik Shale Afdyli dhe Rahman Beqiri, do ta gjykojnë rastin. Edhe këtë 15 janar erdhi në Reçak. E me kthimin këtu, Ram Shabanit i ngjallën edhe shumë kujtime. 27 vjet më parë, Shabani i mbejetoi njërin nga krimet më njerëzore serbe. Bëhet fjalë për Reçakun, historinë e fundit të fshatit që e di e gjithë bota. Ram Shabani për TV1 fillimisht ka rrëfyer për ngjarjet që i prinë masakrës. Tani kur e kanë granatu fshatin në nikëm sëria. Kur në nikëm sëria na jena hinë për shtëpia, shirë granata na kanë zonë, në shtëpinë e Sadik Osmanit, përmi 30 burra dhe grahun. Na kanë morë, e kanë granatu shtëpia, na kanë qitë jashtë, na i kanë morë shka kena posë të neftima na i dinor, dhe na kanë rej, mu e te, re u thy stupci, e kom posë kryte qanë, trupin e thynë. Por fatin e Shabanit nuk e kishin edhe 25 shqiptar tjerë që u masakruan atë të premte janari. Në mesin e tyre edhe vëllai dhe disa antar tjerë të familjes së Shabanit. Nuk e di çka ban më me ta, nuk e kena di çysh do të vje puna më rrob. Foti na nuk na pos veç me 15 janar të me një majtë shkurt. Me një majtë shkurt na i kena vërrus këta. Na i kena pos, na i kanë ngrejnë në për spitale, në për asfalta, kasmas. Në këtë përvjetor, i mbjetuari i kësaj masakre shprehet i zhgënjur me përkujdesin e shtetit. Bile për fshatin në Çak për tjerë nuk di, nuk kanë trajtman sukur një ram apo një sërb që i merë 175 era edhe familjet të tona i morrin 175 era. Kjo ndryshohet kur janë zgjedhjet. Ne ndryshojnë si të bëhen zgjedhjet, ne ndryshojnë na qesin na bojnë me e Medinë. Kur të kryen zgjedhjet më nuk ka kur gjë. S'ka për neve kur gjumë. E dikush tjetër thot se atë ditë nga afër i pa të bëmat e forsave serbe. Gjithë kemi po, ka qenë masakrun, ka po të lëndun, s'ka trun djegun, në tanë si këtu ka qenë e të mërshme ka qenë. Ndryshe mëngjesin e 15 janarit të vitit 1999, forcat serbe fillimisht bombarduan fshatin, më pas në shtëpinë e Sadik Osmanit i ndan burrat nga gratë. Në këtë obor, fillimisht i maltretuan fizikisht e më pas burrat u urdhëruan të shkojnë në drejtim të malit. Kur menduan se i shpëtuan më të keqes, 45 prej tyre u vranë e masakruan në vendin e njohur si gropa e Bebushit nga njësitë e tjera serbe. Në janarin e 1999, po shërbente si shef i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Aso kohë, William Walker u bë personi i parë që i dha jehon në gjithë botën masakrës në Reçak, duke e cilësuar krim kundër njerëzimit. E këtë të enjte në 27 vjetorin e kësaj masakre, u mbajt një akademi përkutimore në komunën e Shtimas. Aty, Walker vlerësoi zhvillimin e vendit, derisa tha se kjo do të ishte pa imagjinueshme 27 vjet më parë.
Nëse dikush do të më kishte thënë 27 vjet më parë se sot do të qëndroja përballë një kryeministri dhe një presidente jetë të Republikës së Pavarur dhe demokratisht të zgjedhur të Kosovës, do të kisha thënë se ishte i çmendur, gjithçka që ju përfaqësoni për mua është fakti se sa shumë ndryshime ka pasur brenda vetëm 27 viteve. Para të pranishmëve, ai përmendi edhe rolin që e kanë pasur mbi 1200 vullnetar nga 30 vende anëtare të OSBE-s në misionin verifikues në atë periudhë. Këta njerëz të rinj dhe të moshuar erdhen me shumë aftësi, me shumë për të ofruar për popullin e Kosovës dhe për të përmbushur detyrën për të cilën ishin dërguar këtu, të verifikoni se cila palë po bënte çfarë ndaj cilës palë. Derisa nënvizoi se nuk kishte frikë në asnjë moment gjatë kohës sa ishte në Kosovë për ta dëshmuar të vërtetën e asaj që kishte ndodhur në Reçak. Me besoni, unë nuk pata frikë në asnjë moment gjatë kohës që isha në Kosovë me misionin, se isha në rrezik, unë isha i sigurt për 1200 të rinj që erdhen me mua, vullnetarët ishin në fshatra, në zonat e thella të këtij shteti, duke u përpjekur t'i tregonin botës se çfarë po ndodhte këtu. Do të doja që ata të kishin marrë shumë më tepër vlerësim për atë që bën dhe për ndikimin që patën. Për kontributin e jashtëzakonshëm që Walker dha në zbardhjen e së vërtetës mbi masakrën e 15 janarit 1999, komuna e Shtimës i dha titullin nderues qytetar i përjetshëm i Shtimës. Nga zgjedhjet e 28 dhjetorit si partiu rëndet e treta. Por ndryshe prej nëntshkurtit, kësaj radhe Lidhja Demokratike e Kosovës mori më pak vota dhe nga 20 deputet ka rënë në 15. Prandaj kryetari Lumir Abdigjiko ofroi ndërheqje, e cila po vlerësohet më shumë si formale. Ish deputeti i LDK-s Blerim Grajinca qëndrimin e Abdigjikut e konsideron më shumë si lojë fjalësh. Kur dikush jep ndërheqje dhe dëshiron të shkojë, nuk ka dikush që mund ta ndalë, as kuvendi as dikush tjetër. Nëse do kishin fituar, atëherë padyshim se meritat kryesore do i takonin kryetarit aktual dhe njerëzve që rrethojnë. Nuk është problem vetëm zoti Abdigjiku, janë disa njerëz tjerë aty që janë rreth tij, që bëjnë peshën kryesore qoftë për mos guximin intelektual për të reaguar ndaj fenomeneve negative, qoftë se kanë qenë bashkëkrijues të politikave. Nëse mbahen zgjedhje për kryetar partie, Grajinca thotë se gara duhet të jetë demokratike me kundërkandidat. Tani për tani nuk kam parë ndonjë deklarim publik të ndonjërit nga kandidatët e dikujt që ka pretendime, sepse duhet përcaktohet rruga, askush nuk futet në një rrugë nëse ti paraprakisht ja bllokon procesin, ja përcakton suksesin. Gara duhet të jetë demokratike, zoti Abdigjiku nëse vendos të tërhiqet, duhet të tërhiqet realisht. Mirpo, sikurse Grajinca nuk mendon edhe ish antari i LDK-s Recep Osmani. Osmani konsideron se Abdigjikut nuk mund t'i faturohet e gjithë fatura e dështimit. Një rënje kaq e thellë e LDK-s nuk e ka prit askush. Prandaj LDK-ja duhet të jetë shqetësuar për këtë dhe duhet ta trajtojë këtë në mënyrë shumë serioze. Paraqitja e dorëheqjes është një akt moral, të cilin ai edhe po e bën. Sipas tij, LDK-ja duhet të ketë zgjedhje të përgjithshme brenda. Në zgjedhje është më e mirë, por në zgjedhje jo me porosi të delegatëve që duhet të vinë për terrenit, si zakonisht i porosisin delegatët, edhe të vinë për terrenit, edhe jo të atyne që janë jashtë LDK-s ta ndikojnë siç ka ndikuar për shembull të kryetarët e ri të partisë. Prandaj unë nuk shoh tjetër përveç duhet të LDK-ja duhet shqetësimin që ka duhet ta kthejnë në aktivitet. Nënkryetaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami ka ofruar dorëheqje të parevokueshme dhe të njëjtën gjë ja ka kërkuar edhe kryetarit Abdigjiku. Një diferencë prej 231 votash u regjistrua për Filiz Mustafën, kandidat për deputet nga radhët e vetëvendosjes, pas rinumërimit të flet votimeve në komunën e Dragashit. 231 vota më pak se numërimi fillestar, Mustafës mund t'i kushtoj me humbjen e mandatit të deputetit.
Kjo komunë ishte në mesin e komunave të cilat ju nënshtruan 100% procesit të rinumrimit të fletvotimeve, pas dyshimeve për manipulim të rezultateve. Edhe në komunën e Kaçanikut të gjitha fletvotimet ju nënshtruan po ashtu rinumrimit të votave. Dallim në vota u shënua edhe në këtë komunë ku kandidati për deputet jeton Raka, nga lëvizja vetëvendosje. Pas rinumrimit ju zvogluan votat për gati 100 sosh. Mirë po ky rinumrim nuk ja rrezikon atij postin e deputetit. Jo vetëm Dragashi dhe Kaçanikut, po ju numrohen për herë të dytë votat. Edhe disa komuna të tjera po ju nënshtrohen këtij procesi në qendrën për numrim dhe rezultate. Procesi i rinumrimit të tyre nuk ka përfunduar ende. Sipas të dhënave të KQZ-s të orës 16, nga e hëna janë rinumruar 150 vendvotime, nga 914 në total. Këto u takojnë komunave të Dragashit 57, Deçan 5, Kaçanikut 44, Gjilani 13, Gjakov 15, Drenas 7, Istok 6, Klin 5, Mitrovice Jugut 3 dhe Fushkosov 3. Me vendim të KQZ-s pas dyshimeve për mos përputhje të votave mes kandidatëve për deputet të subjekteve të ndryshme politike, por rinumrohen 100% e vendvotimeve në 10 komuna dhe në 28 komuna të tjera 10% e vendvotimeve të tyre. Ishte në vendin e punës kur i erdhi vendimi. 3 ditë më parë, Vedat Musës ju kumtua lajmi se i është shkëputur kontrata e punës si asistent administrativ në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Zveçanit. Në vendimin e marrë theksohet se Musa ishte në punë provuese dhe kontrata e nisur më 10 korrekt të vitit 2025, mbaron më 10 janar 2026. Në të thuhet se me planin e personelit për vitin 2026 janë planifikuar punësimet të kuadrit profesional dhe nivelit të lartë udhëheqës në të gjithë pozitat në përdrejtori. Andaj, siç theksohet aty, në pajtim me këtë, buxheti i komunës së Zveçanit nuk ka mjete të mjaftueshme edhe për asistent administrativ. Mirë po me këtë vendim nuk po pajtohet Musa. Ai thot se kryetari i komunës Dragisha Milović nuk i ka dhënë asnjë përgjigje. Dje dikon pak para përfundimit punës, dikon ka ora gjys 4. Më kanë ftu, një kolege jam e tha vendimin të kanë dhënë, tha shkarkim dhe prerje e detyrës punës. Për këtë, ai thot se do të dorëzoj ankesë me që rast beson se do të ketë përgjigje pozitive. Ta luftën e ka nisë, po bete na kena me fitu. Se që kena shtetin tonë, i kena venat ku mu anku, edhe besoj dhe shpesoj shumë që s'kena më shgëni se jena vesh të i lip drejtën tonë, ku që ma shumë. Në përkraje Musës i doli edhe asamblisti nga radhët e PDK-s në këtë komunë Ilir Peci, një herësh edhe ish kryetari i saj. Ai vlerëson se vendimi i marrë ndaj Musës është i kundërligjshëm, teksa thotë se për këtë çështje zhvilloi këtë të njëjtë edhe një takim me Milović. Biseduam dhe unë i tregova se është kundërshtim me faktin, me ligjin cilat i ka marrë këtu vendime, të është shumë se api tërhiqi këtu vendime ka drejt. Ligjërisht me tërhiq vendimet edhe me vazhdue aktemrimet. Se largime pune ka pasur edhe në komunën e Mitrovicës së Veriut e konfirmoi për TVN-ja asamblistja nga radhët e vetëvendosjes Aida Doli. Në Mitrovicën e Veriut ende nuk ka ndonjë tendencë tek zyrtarët të cilët janë administrativ të punësuar, por që janë shkarkuar shefat e departamenteve të ndryshme pa asnjë vendim të mirëfillt apo pa asnjë arsye e cila i liron këta nga detyra. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga kryetarët aktual në 2 komunat veriore të vendit, por të njëjtit kanë qenë të paqasshëm gjatë ditës. Ka më shumë se 2 javë që në Iran kanë shpërthyer protesta antiqeveritare, nga të cilat raportohet se ka mbi 2000 të vrarë e mijëra të tjerë të arrestuar. E për shkak të kësaj situate, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thirrur një mbledhje urgjente për të njëjtën për të diskutuar zhvillimet atje. Raportohet se mbledhja është thirrur me kërkesë të SBA-s, presidenti i së cilit Donald Trump, që nga fillimi i protestave ka kërcënuar Teheranin se do ta sulmojë ushtarakisht nëse vritën protestuesit.
Ndërkohë të njëjtën, Irani mbylli hapësirën ajrore për fluturime komerciale për orë të tëra pa asnjë shpjegim, teksa disa personel në një bazë kyçe ushtarake amerikane në Katar u këshilluan të evakuoheshin. E gjatë ditës, grupi i 7 demokracive të industrializuara e paralajmëroi Iranin se mund të vendosë më shumë sanksione për shkak të shtypjes së dhunshme të protestave që kanë përfshirë vendin. Ndryshe, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump dha një sër deklaratash për Iranin, por që mbeti e paqartë se çfarë veprimesh do të ndërmerreshin nga SBA-ja tutje. Trump u tha gazetarëve se planet për ekzekutimin e protestuesve në Iran janë ndalur pa dhënë shumë detaje. Ndryshimi në retorikën e Trump erdhi pak ditë pasi ky i fundit u tha protestuesve iranian të vazhdojnë me protestat, ndërsa i siguroi ata se ndihma amerikane është rrugës. Edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi gjithashtu kërkoi të zbuste retorikën duke i kërkuar SBA-s të gjejë një zgjidhje përmes negociatave. Fillimisht demonstratat nisën me 28 dhjetor për shkak të një rënjeje të ndjeshme të vlerës së monedhës iraniane, por më pas u zgjeruan në protesta antiqeveritare që bënin thirrje për t'i dhënë fund sundimit të udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Disa vende evropiane të NATO-s po dërgojnë një numër të vogël personeli ushtarak në Grenland për të marrë pjesë në ushtrime të përbashkëta me Danimarkën. Kjo ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump ka shtuar kërcënimet e tij për të aneksuar me forcë ishullin arktik. Danimarka, e cila është përgjegjëse për mbrojtjen e Grenlandës, ka paralajmëruar se një sulm ndaj saj do të jepte fund NATO-s, teksa ka njoftuar se po zgjeronte praninë e saj ushtarake në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e NATO-s. Deri më tani, Gjermania, Suedia, Franca, Norvegjia dhe Finlanda kanë konfirmuar që të gjitha se do të dërgojnë personel ushtarak në Grenland këtë javë. Nuk është e pazakontë që vendet e NATO-s të dërgojnë trupa për t'u trajnuar në vende të tjera të NATO-s, por si koha ashtu edhe simbolika e njoftimeve të fundit janë një shfaqje solidariteti në një kohë tensioni të paparë brenda aleancës. Kjo pasi Trump ka qenë jashtëzakonisht i zëshëm në lidhje me ambicjet e tij për të marrë kontrollin e ishullit më të madh në botë, përfshirë edhe me forcë nëse është e nevojshme. Ndryshe, Grenlanda e mbështet pavarësinë nga Danimarka, por nuk dëshiron të jetë pjesë e SBA-s.